Përshëndetje miq, unë jam Ënder Krakësh. Sot ta bëjmë një muhabet, ose po flasim për një temë. Domethënë, pse nuk në gjon dhimbje njeri kur është momenti i gjumit, faza e gjumit. Domethënë, ç'është? Domethënë, a nuk ekziston sëmundje kur je faza dhimbje? A je ti smur? A je ti atë personi se nuk mundesh me najt për dhimbje, nuk mundesh me ul për dhimbje, nuk mundesh me shtri për dhimbje? Ku shkon dhimbje? Ku shkon? Ku është, më thënë? A nuk ekziston kur je faza e gjumit? Miq, pse një njeri ban i morë? Domethënë, pse thojmë i morë? Se njeri merr fryma, ekziston si njeri, pse nuk merrem serioze? Domethënë atë personi, sa është i marë, domethënë s'ka vetëdijshëm, s'ka menet, s'ka menimin rregull, nuk merrem si person serioz. Se nuk mundet me menu rregull, më thënë. Kjo është një fakt, një realitet, më thënë. Qose të na, miq, na menojmë shumë. E kena milion menime, deri ndarkë. Milion menime, menojmë. Kam dhimbje, jam sëmur, kur jam sëmur, a paralizohem një ditë, si me krye punën, si me jetu, si me ba kjo, si me ba atë, ashtë e vjen, kalon milion menimet, edhe, si e kam thënë edhe video tjera, harxojmë tanë energjin për këta menimet. Atër, nuk i lem hafësi të trupin për me rinovu veten, për me riparu veten, se harxojmë tanë energjin për me menu. Do më thënë, e si shkens, mundesh me kërku edhe vetë, një qelizë thotë është prodhon 1.5 volt energji. E ti qose lën trupin, ti qose nuk i lën energji për imunitetin, si me riparu ti veten? Nuk mundesh me riparu. Atër, kthena temën, më thënë, kur flajnë njeri, pse nuk në gjon dhimbje? Mena një fi, se s'ka men njeri, kur flajnë, kur është gjumë, faza gjumit, e ekziston prapë sëmundje, qelizet prapë është sëmur, për vetëdijshëm s'ke, menimet s'ke. E kur s'ke menimin, do më thënë, s'ke dhimbje, si me kënë nuk ekziston sëmundje. Por sa hape sytë, atër tak vjen ata prapë të ti. Si me kënë e ke vu kabelën të prizëm ato. E do më thënë, qëfar lidhje ka mundesh me për, qëfar lidhje ka me temën, më thënë. Miq, na menajmë se ka erë, kur menajmë shumë e gjajmë i zgjedhen, më thënë. Kur menajmë shumë e gjajmë i zgjedhen, për nuk dim se kur menajmë shumë shkatrojmë veten. A dini se i zgjellje, a dini se sekret e bajmë perdit në vetë, edhe s'kena vetëdijshëm. E kur flajmë gjumë, s'kena dhimbje, s'kena kur gjë. E atër, ku te ke sekretën? Kur nuk menën, do më thënë, e ke energji. Nuk po thamë se është mosu menoj dhe shëroj vetën. Nuk mosu zerë në këtë kuptimin për këtë për. Kur nuk menani miq, e filoni me interesoni me gjana tjera, edhe qose merrni mjekimin, edhe qose e keni krye detyrat, e keni shku te doktori, e keni merrni mjekimin, edhe e keni ba vetëdijshëm këtë, e keni besu atë mjekun, atë ilaçin, atë trajtimin, më thënë, e keni largu menën për aty, e keni flen menën, atër e lene energji trupin edhe imunitetin për me shëru trupin. Do më thënë, na kërë bajmë damë të vedin, menem se është do të me menu shumë, qa do të më ba, për i zgjadhje vjen kërë, kur je faza, kur shkon të banja, ose kur shkon të dushë, me la krytë, më dhënë. Seriozisht, do më thënë, baj si muhabet, atë nuk i baj një shkencë thjesht,
mu vjen ka ardhur krejt thjesht një menim e kam adin e ka ardhur menim me shpenda edhe me ju e shumë gjana, shumë i zgjallin vjen një moment kur nuk pritni më thënë nuk prisni e zam edhe te unë shumë herë për shkakun kur kam pas dhimbje me veten e munoshe me ba terapi, pishe ilaçe, shkoshe doktori për shkak munoshe shkatroshe veten e shkatroshe dhe mazi dhimbjen menoshe shumë për sa leshe Terezina vet okay thoshe kam ba detyrën që do të më ba edhe thjesht do të më flej menën e lash aftësinë vet edhe vishe një moment tak qoshe një ditë para dite s'kam dhimbje. Do më thënë, na harrojmë një fazë miq, diçka një, do më thënë një fragment, një pjesë të shërimit. Doktori shkruan ilaçi, e shëron edhe doktori shkruan ilaçi e koha shëron. Do më thënë, do të më shkruaj ilaçi doktori, për duhet na koha për me shëru. Kjo është sekreti, kjo është ideja më thënë. Për këtë, për ti e ke pi ilaçin edhe menën për çdo sekond të sëmundje, për çdo sekond të problemi, atëherë mos u prit me shëru. Se nuk i lën aftësi, nuk i lën koha veten për me shëru. Domethënë, domate, e ke miell domaten, sa ka dal për toks, është e jeshile do në më hangër. A mundesh me marrë shije për atë domate? Nuk mundesh. Do të me prit për me pjeka domate, do të me ba kuq për me hangër ti. Pa me ba kuq, nuk mundesh me hangër. Për këtë arsye miq. Këta muhabet që kena ba na i tash. Fundit, mos menani shumë. Menani pak pse nuk në gjon dhimbje njerë kur flen. Pse, për çfarë arsye? Se ka disa sekreta, faza gjumit. Se ka fa zoti kot edhe për me fjet edhe për me najt gjallë, më thënë. Edhe koha, do më thënë, do të me pi ilaçin do të me shkru doktori, për me shëru e kena nevoj për kohë. Këto tre gjana e menani fje. Për edhe ka ana tjetër miq, mos menani shumë. Për qa mos menani? Për gjana kotit, më thëmë. Për gjana që ose nuk mundëm me shëru, që ose nuk mundëm me jetu, që ose paralizohem, që ose këtë, që ose atë. Këta menimit që nuk ban shërbim për trupin tënë. Këtë ishte më thëmë. Edhe flasëm prapë. Ditën e mirë edhe mirë pash.